Kuksi mbetet një nga qytetet e pakta në Shqipëri që nuk është prekur ndjeshëm nga vala e ndërtimeve shumë katëshe dhe nga zgjerimi i pakontrolluar i preferive me zona informale. Po përtej kësaj pamje të rregullt, Kuksi përballet me një plagë të heshtur, zbrazjen e vazhdueshme të popullsisë. Sipas vlerësimeve të organizatave ndërkombëtare që operojnë në Shqipëri, qyteti ka pasur një rënje demografike prej 24.7% e ndikuar kryesisht nga emigracioni, por edhe nga rënja e lindshmërisë. Nëse dikur njihej si një zonë me profil industrial, sot Kuksi ka mbetur pas sipërmarrje të mëdha që të gjenerojnë punësim dhe zhvillim. Në vend të tyre po marrin më shumë peshë investimet e vogla familjare, ku dallon nisma të ngritura nga familje apo individ të kthyer nga emigracioni. Potencialet e rajonit janë të shumta, por ende të pashfrytzuara plotësisht. Liçeni, fshatrat, pasuritë nëntoksore, bimet medicinale, arrat, gështenjat dhe boronicat janë vetëm disa nga burimet që mund të kthehen në motor zhvillimi për ekonominë vendase. Kuksianët e emigracionit mbeten të lidhur ngushtë me vendlindjen. Remitancat që ata dërgojnë vazhdojnë të mbajnë gjallë shumë familje, por në pjesë më të madhe investohet në shtëpi dhe konsum më shumë se sa në sipërmarrje prodhuese. Ndërkohë, kërkesa e banorëve mbetet e qartë, më shumë investime, më shumë mundësi dhe më shumë vëmendje për rajonin. Paradoksalisht, ndërsa Kuksi pret të zhvillim, një pjesë e mirë banorëve të tij gjejnë punë përtej kufirit në Prizren dhe në qytete të tjera të afërta të Kosovës, duke e kthyer kufirin në një vit të përditshme mbijetese, thuhet në raportet e institucioneve ndërkombëtare që operojnë në Shqipëri.